të emisioni Këshia Show, mi sa edhe në emisioni tuaj dhe toni Këshia Show. Faleminderit publiku që gjithmonë në mbështesin në numër kaq të madh pranë ekraneve televizive, edhe faleminderit gjithherë për ato mira edhe miliona klikime që na japin çdo javë, por faleminderit edhe sponsorëve tonë që mësuan realizimin e këtij misioni. Është ujë Sibura, një shishe ujë Sibura është një hap drejt jetës së shëndetshme. Faleminderit shumë. Është Premium Center, butiku me veshje të veçanta që gjendet në Ferizaj afër Urës së Mallit. Gjithë ju që doni më vesh edhe bukur por edhe veçantë, vizitoni Premium Center. Faleminderit sponsorëve tonë. Sonte me që jemi në afër festës së Halloweenit do të flasmi për normalisht për këtë festë, për bestidnit, por edhe për magjit. Për me diskutu lidhën mbi këtë temë, sonte kam të ftuar 3 musafir shumë interesantë dhe special. Të tretë janë të fushës së teologjisë. Me neve sonte është pastori i kishës protestante Gjellore, Femi Sakulli. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit. Është hoxha jonë nderuar që gjithmonë na nderon me pjesëmarrjen e tij dhe e kemi me këtë emision të Fem Dragusha teologu. Faleminderit shumë. Si dhe me neve sonte është patrioti Sheh Bedrishiu, që është shepo është edhe patriot. Faleminderit shumë. Respekte, faleminderit shumë që po e fillojmë nga pastori, na shtanë nuk prekni kjo. Edhe pse shumica jena muslimanë, po do të më fillu me pastorin. Është më i vjetër pastori për me. Respektojmë këtë. Nuk është rani për mu prek. Faleminderit shumë që erdhë edhe një herë, edhe kërkoj folje pak edhe për vonesën dhe për gjitha që ndodhen para emisionit, ato fal nga tresat, po kënaqësi është me qenë sërish bashkë edhe me bani një argat mirë edhe sonte edhe për temën. Shumë faleminderit. Bashkë me miqtë edhe me gjithë pranishmit. A besoni ju, domethënë ju feja juve në magji dhe në çfarë forme, domethënë i besoni aty? Ne nuk besojmë në magji, ne besojmë në Zotin. Pa besoni që ekzistojnë fakt. Por magjit ekzistojnë dhe ekziston fuqia errët shpirtërore, ekziston magjia. Është e përcaktuar, do thotë, jo vetëm me anë të shkrimit, po ajo është edhe në realitetin, pavarësisht njerëzit cilët besim, cilës fej përkasin, njerëzit janë të prekur, njerëzit janë pjesëmarrës ose njerëzit kanë pasoja, përsa për këtë magjis, edhe në kohët, sidomos në këto 2 shekujt e parë, të fundit, desha me thonë, magjia është rritur tej masës, sidomos në qytetërimin perëndimor. Normal në lindor ka pas çdo herë një prani dhe një rrjedhshmëri, po perëndimi sikur më përpara e ka ndërprer, por tani në këto sidomos këtë shekull në fundit magjia është rritur tej mase. Pra ekzistojnë magjit, ekzistojnë magjistarët. Shikoni, nuk bëjmë klasifikimin as të bardhë, as të zezë, as të verdhë, as portokallë. Magjia është magji, është e errët, është demonike, edhe duhet sulmohet, duhet dëbohet, edhe duhet asgjësohet, edhe kjo është nuk ka këtu lara. Me çka asgjësohet? Me lutje normalisht, a? Po ne themi që përmes formës lutjes, po magjia, dëbimi i magjisë edhe marrja autoritetit fuqisë së magjisë bëhet me anë të autoritetit të Krishtit, jo diçka tjetër. Ti mund të lutesh, por nëse mungon ky autoritet nuk do të ndryshoj situatën. E çysh me ditë për shembull jo, domethënë të fesë protestante, se e dini për shembull një njerëz që është i prekur, e di për fenë muslimane edhe islam. Po. Zakonisht kemi raste të tilla edhe në vendin tonë, edhe në Ballkan këtu gjithsesi me popullin tonë, edhe me të tjerët, jo vetëm me popullin tonë. Shenjat dominante kryesore që e përcaktojnë një person që është nën magji, është kur ai ka një disponim shumë të ulët, i pengon çdo gjë që është e mirë, e drejtë, shmanget, ka disa simptome që nuk janë normale për treguesit familjar, edhe me zeza çfarë është se ata persona gjithmonë janë duke vepruar diçka në fshehtësi. Po gjithë pjallë për të guja në është akoma gjithë. Nuk e di, mund të bisedojmë më vonë edhe për hoxhën. Po, shenjë tjetër është e këtyre personave që janë nën magji, ata ndjen gjithmonë në mungesë paqe, ose populli që thotë në mungesë rahatie. Disa kanë edhe probleme shëndetësore, kur bajnë ndoshta dhe analiza mjekësore dhe del që nga analizat nuk ka asnjë gjë që është keq dëm.
Por nga çështja shpirtërore duket se ata janë në një lloj vujtje, një lloj që quhet mallkimi, edhe një lloj pra mungese e paqe totale. Kjo është një nga ato simptomat e qarta kur një çka nëse për shembull Hoxha që e thash më herët, kishte më qenë i prekur edhe vjen kërkon ndihmë. Ti çka i thon për shembull? Çka i preferon apo çka i propozon? Po për persona që nuk janë të krishterë, normal që mund të bëhet bisedë me secilin person, nuk është problem për formë këshille. Pa i kënë diçka për shembull? Jo. Pa i lutesh për to pastora çka? Jo, nëse nuk është i krishter, ne mund ta këshillojmë, por nuk mund të lutemi po ashtu gjithsesi. Por nuk bëhet një trajtim për çlirim ose për dëbim, nuk bëhet. Nuk bëhet, a? Nuk e bëjmë. Hoxh, e kemi thonë shumë herë në emisionin tim për sejiret edhe për magjit që ekzistojnë edhe përmendoj ka posto xhallara që kanë thonë domethënë ekzistojnë gjendet. Këta gjendet që ekzistojnë domethënë janë një fejes apo janë feve të ndryshme për shembull, është për shembull ka gjend për shembull që janë fesë muslimane veç, feskat krishtere veç apo janë njëjtë të ndrruar. Tash kjo është temë shumë e gjerë. A din, kur tim tash a ekzistojnë ato tani çfarë fe kanë, çfarë ngjyra so jetojnë, do të duhen orë të tëra për me shpjegu këtë tematik, por ajo që du me sqaru për publikun është e parë se sihri ose magjia në gjuhën shqipe ekziston çemët, kjo është e përshkruar në Kur'an. Domthonë ekziston si e tillë. E dyta, a ka të bardha apo të zezë, Islami nuk njeh këto dy ngjyra, për shkak se kjo ndarja në ngjyra është kur një grup njerëzish tentojnë për të përfituar. Tash unë nëse don me të qiru nga kjo zeza, do ta bëj të bardhën. Por Islami një vetëm një sihr, një magji, edhe pse popullit duhet i themi hapur që ne në Ballkan ose thënë më mirë në Kosovë nuk kemi sihirbas që njihen dikon, po kemi më shumë ashtrus. Që shtiren kinse e bëjnë këtë, i friksojnë njerëz dhe siç e tha pastori, domethënë rrëfimi tek liderët shpirtëror, qoftë prifti, qoftë hoxha, kjo ekziston edhe në botën perëndimore, ku pasi që i çojnë dur të gjithë mjekët, bëjnë analizat, e kemi pas raste kur nga spitali na kanë ardhur njerëz nga komunitete të ndryshme, nga nacionalitetë të ndryshme, që tani mund të shkosh të drejtohesh një hoxha për një priftit, një farforme me gjithë një shlirim shpirtëror. Amo se si vjen deri te kjo, unë them që zakonisht njerëzit kur kanë probleme në shtëpitë e tyre, po edhe financiare, çojnë deri te ajo që e kanë një lloj ngushtimi shpirtëror. Do të them që pa marrë parasysh këta njerëz domosdo kanë nevojë edhe për psikolog, edhe për psikiatër, edhe për hoxh, po nëse përkas një fe tjetër edhe për pasuesit e atyre feve. Ajo çka kisha dashur me, domethënë me i bë thirrje popullit që të kenë kujdes se ku po drejtohen, për shkak se ne kemi një popullat, kemi disa veçori jo të mira, që po kur ta persona... Ke thonë që s'bën kur ke qenë emision të unë më herët, ke thonë që për shembull këtynve s'bën me i besu, atynve jo, po edhe nuk e gjive, për shembull shumica atynve muj me konë kurvore, s'bën me shku të taj. Që nuk ka puna vetëm të kjo mi besu, mos me besu. Mas pari sihri si tematik, do me thonë kjo ekziston. Po te ne do me thonë për një problem shumë të vogël, thot po du me pru djalin se ka të bume. Nëse e din që ka të bume, do të atë me qenë disa simptoma. Që pasin e taj. Po të them, sinqer, njerëzit do me thonë nuk dëshirojnë... A i hapët guja, se kur të vjen që... Jo, unë kam thjesht, kam flajt pak, edhe nuk është kjo simptom që ka magji, thjesht na punojmë shumë libra... Po për shembull, që s'po la për shembull shiu nëse pastorin që ka magji. Unë garantoj që nuk kam, edhe unë garantoj që s'kam. Njerëzit të cilët mirën me... Shiu s'po vul, me son paska. Ata të cilët mirën, do me thonë, me përmendjen e Zotit, a themi në gjuhën shqipe hyjet, apo në gjuhën arabe Allahut, apo Perëndis, këta njerëz gjithmonë mundohen me qenë afër popullit edhe me i këshillu, e normal për me këshillu duhet mu bazu në një libër. Prandaj se si ndodh sihri apo magjia, nga përvoja që kam pas fjala vjen, njerëzit kur janë të ri bëjnë gabime, dashurohen. Pastaj ka raste kur persona njëra palë është dëmtu, mundohet me dëmtu palën tjetër duke trokit në çfarë do dere vetëm çfarë dëmtoj palën tjetër, qoftë burri gruas apo gruaja burrit. Çështja e dytë është kum studiu edhe njerëz nga Afrika, nga Azia atje, po nga përvoja që kum po nga afër kum po që ne nuk kemi në Ballkan sihirbas
që një. Thash kemi mashtrues dhe 80% ose 90% raste që kemi pas, ata kanë pas nevojë vetëm një këshill. Mi thonë, nëse ti je musliman, merr abdes, fal namaz. Këto që gjojnë për shembull da kanë gjojnë thajt pula, fluk, kështu çysh. Këto edhe këto kanë bazë, do të thonë një bazë që një farforme personin e fjalë e ka gjetë se në popullin shqiptar, nëse ti si hoxh nuk jap diçka me vete, ta ti nuk i flan zemra. E kom po këtë personalisht. Hoxh a shkruante? Jo, nuk shkruaj. Sepse nëse ne besojmë Koranin si tërësi, do të thonë me 114 kaptina, pse duhet ta marr vesh gjys kaptine, ta shuj një letër, pastaj ta pështjellën në një letër prap, ta lidhë me izelirë ku ta diun, edhe ai do të thonë e harron pjesën e Kuranit, do mirret vetëm me çat pjesë të çasoj nuske ose çasoj hajmalie ose çat ishim edhe në shumë raste kur i kemi hap ato s'ka pas fare shkrim. Ka që vetëm një shkarravin, një broçkull dhe asgjë tjetër. Mirë, po duke qenë se një kohë kemi pasur të bëjmë edhe me mërgjimtar, e thash që vjen nga njerëz që nuk e kanë besimin e fortë Zotin, e ata çati thosh besojnë, kjo është gabim. Edhe ndoshta edhe ka qenë kosto marramëse që kanë paguar te njerëz të ndryshëm, e unë gjithë kumbothire që këta njerëz duhet të kapën nga shteti. Pra sipas te është bën me shku, domethënë pak kohë që janë prek pjesëri. Apo shumë pak. Unë sa për shkak mi thon dikun që nga epitetet që më hoxh edhe mi thon ti çen ke mirë kështu, ky është thosh tash do t'i besoj deri në fund. Jo. Njëri i cili e ka një lidhje me krijuesin e tij, automatikisht do të punoj sipas mësimeve të Kuranit dhe Sunetit. Ama nëse na për çdo herë duhet ta telefonojmë hoxhën ose prifën ose shehun, jep me kuptuar që besimi i tij me krijuesin është shumë i dobët dhe për një gjë shumë të vogël ai duhet me telefonu dhe me marr një këshill. Që mendoj që kemi mjaft libra në këtë fushë, e që besa ka dhe raste kur e egzagjerojnë, ndorsëm ja ka prej këtë, ja ka bo atë, ja ka qitë do pika gjokët, ja ka gjithë do kimi, i ka qitë do thoj, bindja dhe lidhja njërë duhet me qenë shumë e fort me krijuesin. E vërtet. Ose si besniti që kemi kale moca zez, rrujë kjo, se andej, ato që du me thënë, Zoti na ka treguar në Kur'an dhe ka zbrit një sër kaptinash që ne do me thënë i këndojmë, e së do mos edhe para gjumit që këndohen, që shkullu vallohet të rjerë feleku nasi. Tash kena më shtio me kjo po. She, në qëfar forme ju tarikoti i ju, do me thënë i besani se ira, apo menoni që ekzistojnë se iret? Ne të rrugës e libetit i besojmë vetëm të madhejt Zot, i bim sezet madhejt Zot edhe bojmë zikër për të madhejt Zot. Fiksimi edhe mashtrimi i fiksimit në popullin ton, hoxha, kolegu ime tha shumë mirë dhe pastori, por mu do të thamë në një formë tjetër, këta nuk janë mashtrus, po këta i kanë kalu seri bazët, edhe ma shumë se seri bazë janë. Se njerëzit që flasin fjalë të frikshme, të përnë frika është fiksimi të qetë në depresioni të smun edhe kalën deri edhe të vdekja. Pra, në Kosovën tonë edhe në Shqiptari, po flasim edhe për Ballkan, e ka kaplu kjo keqe. Atë shumë këta njerëz, që edhe shumë hoxhallar, edhe shumë njerëz që janë me nam, rukagji, që i thojnë vetës, edhe që i mirën me gjona shumë të liga që janë bon shpirt ligj, që i poplin atë shumë deri të ndamjet, të smujnet, të përqamit, e vllazillakit, motra me vllain, ose familit nërveti, e ka kaplu popullin. A ke posti nga i rast për shembull? Pse thamë këto? Po. Në Gjermani, Zvicër, shtetet skandinave, edhe deri në Amerikë. Ju betohna se njerëzit nga Kosova, këta mashtrus, nuk është mashtrus, pa ta i e kalojnë edhe kriminelve, sepse krimineli ti përqanë djemët, ti përqanë familjen, sa dre, ju thamë edhe ty vlazive mi, se nuk do t'i qoj për janë vlazin të mi, se në flasim Shqipa dhe jemi vlazën. Bravo, e vërtet. Përmi 300 fëmijë të shqiptarëve janë në për Gjerman, Zvicran, që janë danë pi nënës edhe pi babës. Për shka pi se ireve kështu? Pi këtyne gjanat të frikshme.
A kiti nga e rast? Nga xhelozia, ju tham diçka, nga xhelozia, Po. ju dinë se nonët tona, motrat tona, familjet tona, Po, kanë frikë këtë punë. Po, e vërtet. Kur e nin një hoxh alim, s'ku ndin pastorin, njeri në mençur, hoxhën alim, edhe i fol ato fjalë të frikshme, thot ky njeri i shkollum, ky on t'ju dit këto gjana. Ata e kanë kit armë për mi friksue. Ti sa do mundesh familjari, thot, jo se nuk kënë kështu, se kemi njerë, si pe pyetëm hoxhën, nuk ekzistojnë, a i thot, ky burri ty tu pas ka lujt se ky nuk po beson se vetëm i lujt nis beson në Zot. Aja ka atë armë. Edhe ti hiç nuk e din. Ato katinës te ato shkojnë, edhe e qojnë, që shtojnë sjapin, e qojnë te kasari. Edhe aj, une me qenë ky ujt që e qeli une, vetë edhe e pi, okej, ose e shoh hoxhën që, s'është problem. Po ku e di une çfarë uji ka thonë aj me më qitë mu, une me pije. Tash këtu është dyshimi, që mu më kanë ndiqu këta vesh. Ju tham publikisht, shkam kanë ndigju vesh në perëndim, shka është në gjendi me bon, një hoxh alim, ose një person, alim, burr me nam, që i del edhe flet shumë fjallë piradi, fjallë mira. Çka për shembull? Shko me rekituj të një vend shumë i fëllicur, sepse ai jam myt e gjenet ati, nuk e di për hoqë shkajnë këta e gjenet. A nuk i beson të e gjenet? Hiç nuk i besoj e gjenet. Hiç? Unë i besoj vishëm të madhe të Zot. Pa beson që ekzistojnë demonët e gjenet? Hiç as që i ndigjoj për ata. Kret ata hoxhallar. E pse, se du më guzë falë, se pikërisht po. Unë për herë parë, respekt për të dy për herë po. Pse për shembull të jenë teje që për shembull i besojnë në varre, për shembull kanë një varr tash mori që po varr bre vëllai jam bre njëri si ka vdek bre. A mund ndihmon Pse diçka? po tutesh pi të vdekni? Tani të hinë temë tjetër. Na kem të fol për sirrin. Po. Po unë i besoj në tyre. Po, a? Po. E çka, domethënë çka i këndoni për shembull një varr të lloj të tillë? Nuk e këndojmë, po e lutem sepse ka qenë ne, e tham publikisht, ne të rrugës e Helibetit, ne besojmë madit Zot edhe në tyre. Sepse unë e di shumë mirë. A ka çdo tyrbe ka varr, mbrana apo? Po tyrbe pa varr s'bën më burr. Aha. Çdo tyrbe është varr. Domethënë çështë që shkon drejt. Te baba, jo nuk është kështu. Jo, a? Jo, se kuburi jem do të jetë me flamurin kombëtar. Nuk do të jetë me të sa. Do të jetë jo me kësi flamurin, bravo. Nuk do të jetë me flamurin kombëtar. Se kur shumë burra që e kanë, sepse Shebedriu nuk i qetë gjenazës. A ki tyrbe tonë ti, Shebedriu? Halo, se duhet inshallah bëj vetëm për më shku në tyrbe. Inshallah, o Zot, inshallah bëj vetëm për më shku aty të vendi, edhe mi u bë për dikon që kur janë që i kemi babalart shumë burra aty, shumë burra të qenshtës hynore edhe kombëtare. A dolmi te hoxha shem falë se i thonë më herët nuk besoj në gjena, po? Nuk besoj në gjena. Hoxh? Qa kemi thonë për shembull për ato që vetëm që ka thonë Zoti. A Zoti po citoj origjinal që ka thonë wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Nuk kam krijuar njerëzit dhe gjindet për gjë tjetër vetëm që të më adhurojnë mua. Do të thonë tashkimetit që Allah ka krijuar dhe melekët. E që shkom si gjenet i ka kriju Allahu edhe me lut ati? Ka do tash kjo tefsir, di që ti e bën temën e gazetarisë, po kur të ftohen njerëzit e fesë, duhet më avlon minutazh, shpjegoj se nuk ma le minutazhin për bes. Mund pëlqen një zëfan ka qenë kur na shpjegoi që në vend të tur një rast, tha cili për juve ka pasur problem me media. U çuni hoç tha këtu, po tha kur ta ka bë pyetjen sa minuta e përgjigj, 20 minuta, apo tha ti ja ke servuar, ta ka një burger, ja ke servuar plot tavolinën. Ai merr çka don. Kështu që ne do të një pyetje një përgjigje. E gjenet janë krijesa të cilat krijuesi ka krijuar nga tymi, nga zjarri. Dhe ato ne nuk i shohim asnjëherë. Po kjo nuk do të thonë që një diçka që ti nuk e percepton nuk ekziston. Allah i ka përmend Kur'an. Ka dhe xhallar që tash kur fut po thotë që s'ka fare e gjenas kjo ose atë. Atë fillojnë polemikat e ne themi për ata që dojnë me besu Zotin. Po. Edhe ato që ka zbrit nga Zoti në Kur'an, e gjenet ekzistojnë. Po. E disa tash i thojnë shejtan, ose djall, ose demon, e ku ta diun, tash shprehje të ndryshme, por ekzistojnë edhe ata i besojnë Zotit. E ka për ty që nuk i besojnë Zotit, edhe ka njerëz që kanë mundësi ata mi fut në trupat e njerëzve, e mi dëmtu, e mi shkatru jetën tërësisht, mirë po si tash.
Këta ekzistojnë, sikur që ekzistojnë melekët, engjëjt, që i përcjellin njerëzit deri në vdekje. Engjëj në varr, engjëj që përcjellin njerëz para, prapa, engjëj në rrugë, engjëj që zbresin shiun. Këtë do të thonë në kozmosin që ka kriju Zoti, o shumë i pasur që ne jemi shumë të vegjël për me arrit për 1 minutarsh m'ia shpjegue publikut. Ajo që dua të them prapë është që këta ekzistojnë, Allah njeriu ka kriju nga dheu, njeriu e parë, pastaj është bërë me bashkëdyzimin e Ademit dhe Havas, ka kriju pastaj njerëzimi është shumë ke botë, e gjenet janë krijesa të cilat ekzistojnë, na shohin, na përcjellin, jetojnë më gjatë se na, krijohen, shumohen, po nuk po du më hinë në këtë temë sepse për të vorrit që i thash pak më herët që për shembull ne domethënë në Islam kemi një rregull që sa është domethënë sa për këtë vdekurit në moment që vdes para se me vdek, kështu është adin mësimi islam që duhet të jetë afër tina një personi që i ka një rit më thella rreth fesë, jo më thon bi shahadet ose thuaj shahadetin, po ky i thot arabisht do të fjala telqin. Domethënë mia përkujtu, sepse s'ka nevojë me këndu tani talqin në fund, po ja përkujtoj që atij që ka vdekur se ti sa dush dëlltuj të vorrët kur varros, o filani biri filanës vin 2 melek, ajo është duke u pyet, pse po maltreton njerëzit në varreza. S'do të më bëj ai çfarë. Vetëm ta tregoj tash. Telqin tash, ata kanë thonë që do të më bëj para se me vdekje kemi mësuar. Jo më se vdes. Ai talqin do të më ka thunë që në gjallë tash. Shpirti ka shku ku më diçku. A kupton? Ose disa presin 2-3 ditë. E për shembull çka? Çka pak, e para. Varroset, para se më varros, pastrohet, vetëm se nëse është fush betej, ai do më thon varros ashtu që ka vdekur me tesha. Nëse ka shumë tesha, i e kanë disa. Ai që ka vdekur në shtrat, ka qenë i smur, pastrohet trupi i tij, qefinoset, varroset, qitën rrosat, kthehet nga kibla, i falet namaz xhenazës, edhe me të përfundoi çdo gjë. Pejgamberi ka thonë për këtë, kur vdes njeriu, rob biri Ademit, çoft burrë ose grua, e përcjell 3 gjëra, përcjell pasuria, e përcjell familja, e përcjell veprat. Mirë, po me të mbetin vetëm veprat, ndërsa në shtëpi kthehet edhe familja, edhe pasuria. Ne në Islam e kemi të ndaluar me usill rreth varrit, tash ne i respektojmë, vëllezërit tonë që domethënë te tarikate ose rendeve të si quhen domethënë të rrugës së Ehlibetit po të rrugës së Ehlibetit. Ma herët ju çuhet, do të thonë si themi, rendet e dervishëve tash që ndonë grupe prej pas luftës, sipas informacion që i kanë domethënë në vitin 99-2000 kanë qenë domethënë kanë paguar antarësinë Bashkisë Islame, kanë qenë pjesë e Bashkisë Kombëtar Bashkisë Islame dhe tani secili është privat, domethënë është regjistruar si komunitet fetar. Ato që po domethënë që këta i kanë tyrbet, ne kemi xhamijat. Në xhami nuk lejohet në asnjë formë. Është një rregull në Islam. Nëse në një xhami është futur një varr, atë duhet dëmtohet dhe të largohet varri. Nëse një vend ku ka pas varr është ndërtuar xhamia, atë duhet të rënohet xhamia dhe mbetet varri. Pra është rregull që shumë xhallar vështojnë duhet mi prish varret, tregoj kush ka filluar më parë. Nëse ka qenë vendi varreza, kush ta ty me bua atë xhami pranë. Prandaj janë këto dy sene që na ndajnë me vllon ton babëshe. Për shkak se këta kanë besim të tyre. Ne kemi mësuar kështu sipas Islamit. Dhe nëse ne domethënë nuk pajtohemi këtu, nuk domethënë që ne nuk duhet të bashkëtojmë dhe ta respektojmë njëri tjetrin. Kena më kthy te shi. Po nëse do shkurtimisht shese, i mbetëm bërgjë pas. Vetëm replik dorsa ti të ndojsh. Hoxha Efendi, me gjithë respektin që kam edhe nesër të flasim shqipat me më. Neve vekileve të rrugës së Ehlibetit në trevat shqiptare, neve ju bojmë respekt, edhe atyne që kanë qenë alim të çështës hyjnore, edhe ju besojmë, mas pari besojmë madhit Zot, sepse ati i bojmë i bimë seste, por ata janë këshilltar tanë, cilët udhëzues, udhërrëfës të rrugës së Ehlibetit dhe të çështjes hyjnore. Por gjithmonë dervishët shqiptar, gjithmonë një lutën në gjuhën e tonë shqipe. Pra unë jam krenar që gjithmonë dervishët shqiptar edhe udhërrëfësët gjithmonë jenë lutë në gjuhën tonë shqipe. Edhe unë shkoj në xhami, edhe unë jam musliman, edhe unë bi shahadet. Nuk kemi libër tjetër përveç Kuranit Hadith Moshan. Por një digjon du me thonën, vllaznive, hojës edhe gjithë juve. Shqiptimi i dervishëve në zikër nuk i di në Islam a ka fjalë më të bukur përveç fjalës
La ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Ne shqiptojmë fjalën mas pari esmane parë që e nisëm la ilaha illallah dhe kjo kënaqësia e jon e shpirtit edhe rrugës e Sa ato se bani shqip se thua e për bojmë na. E Apo bojmë. se bani shqip la ilaha illallah, çish më thon shqip? Momentash. Po. Tash, ki shumë të drejtë që ne ke bojmë. Dhe është i modhe i Zot, sepse xhelozia edhe përçarja, kjo e ka shkatru kombin tonë. Xhelozia, përçarja e ka shkatru kombin. Po të ishëm të bashkuar, sikur sot na tre që jemi. Jemi vllazën, nga gjaku, nga gjuha, e kemi një kulturë dhe një flamar. Por nëse jemi të bashkuar, si në kohën e shumë burrave që jenë bashkue, edhe se neve tek e fundin neve i madhi Zot na ka fal shqiptar. Nuk e di pse i madhi Zot na ka fal shqiptar. Na ka fal për molud në gjuhën tonë, ju pikëshyoni telefonet të dy për ka rregull atëherë. Je, s'kam rregull. Okej. Po. Je pikëshyri unë jam të vëmë. Në rregull. Këtu është problemi. Te na dervishët shqiptar janë musliman, bin shahadet, edhe shqiptojnë fjalën më të bukur la Pse ju ilaha shqip, thash illallah. Almar. Ale barbur, një mësë më gotë se pa ti pa më guti. Hanë dhe po vish po të vesh. Por nuk kom as ti as hoxha nuk kom muni datë. Se jam shqiptari Shqipnis vjetar. Jo, bre, E jo. vin nga hasi Pjetër Mo, bre, Bogdanit. mëse ke Vi gjama, shqiptar, jo s'pe Themi kuptesh të pëse kam tema, shok. të themi tema të se tema, magjia. po. E butan, këtu është Shkurtimisht, të na Shkone. themi të tema. Ne- Pse ju ne- shqip? Shkurt. Edhe Shqip do ta bojmë. Okay. Po. O Se po Zot, pak më o herët, Zot, jo që diçka. o Zot, ti e një tjetër s'ka. Po dhe që o zot E e pra, një tjetër. do ta s'ka. bojmë, dash. Okej. Okej, Kalym te pastori. Pastor, demonet a janë krijesa që domethënë siç tha më herët hoxha kanë lind, i ka kriju Zoti, apo lindin me pas mëkote të vtuna për shembull. do ishte mirë edhe për punën e shikuesve se misioni bëhet për shikuesit, edhe ata Jo për presin neve, prej ne, bravo, po bravo. Ata presin prej nesh, që mësojnë diçka për temën sonde që është magjia Po, e vërtet. ose Halloweeni, Po. temën, nën temës, ose si do që e ke bërë. Shumë saktë. Para se vim për kjo pyetje, mendoj që është mirë me shpjeguar për shikuesit se pse ndodh magjia dhe cili është qëllimi i magjisë. Çka është magjia në esencë? Pa problem. Do të kuptojmë që magjia, magjistarët edhe për plot okultizmin, përgjithësi, dhujtaria kanë ekzistuar para se të vinte Bibla, e cili do nga profetët prej Abrahamit dhe këndej kanë ekzistuar. Magjit. Qysh jo? Para se të vinte Bibla, çdo libër tjetër, Kurani, çdo gjë, Islami, Krishterimi, Hebrej, kanë ekzistuar. Popujt janë ballafaquar, njeriu është ballafaquar çdo herë me magjin, me forcat e panjohura, me forca që nuk i kanë quajtur terta, për kundrazi ka pas kultura që e kanë ditë për me marrë fuqin nga demonët, ja ku i kemi këtu grekt, romakt, ilirët, kanë bashkëpunuar. Do thot, këto praktika nuk vinë nga besimet monoteiste, po vinë nga ato që quhen pagane, kultura Paganizmi, pagana. Po. Cila është esenca, thelbi i magjisë, në përgjithësi, okultizmit dhe gjitha këto. Këto prajmë fuqia, këto nuk e në fuqin vërtet, po ajo është një opozit e fuqisë pastër të Perëndisë. Këto e në opozita. është forca djallëzore ose demonike që quhen. Dëshira është kjo, qëllimi është kjo. Djalli dhe demonët, ata dinë se çka dëshirojnë njerëzit. Si e dinë? Sepse janë të pranishëm tek njerëzit. Demonët janë shpirtra. Shpirtra që kanë dëshirë shumë me marrë një trup njerëzor. Madje edhe mu futë edhe në gjësende, kanë këtë dëshirë. Dhe si dinë ata çfarë po pëlqejnë njerëzit, sepse janë afër dhe janë brenda dikujt dhe dinë. Unë, ose te, ose kush të qoftë, ne kemi dëshirë me i kontrolluar njerëzit tjerë. Pra magjia ka në funksion me e kontrolluar njeriu tjetër. Me kontrolluar në çka? Në pushtetin e tij, me kontrolluar në paranë e tij, biznesin e tij, familjen e tij, me kontrolluar në shëndetin e tij, në mirëqenien e tij, çfarë të qoftë. Martesë ose çfarë të qoftë. Pra magjia në esencë e ka dëshirën, misionin me kontrollu njeriu tjetër. Edhe rrugës pastaj mund të bëhen lloj-lloj gjanash.
Tani, pyetja juaj ishte më shumë se demonët a lindën pas mëkatit apo apo përpara? Po, i ka kryer, po. Bota shpirtërore, engjëllore, është kur është kryer sakt, edhe Bibla nuk na e thot. Nuk na thot. Por mendohet që është bë pas krijimit të madh. Gjithsesi, mendohet. Pas shpërthimit Big Ben. Pra, a ka pasur demon para arranjës së njeriu dy njerëzve të parë në mëkat? Po, ka pas. Ishin atëherë demon, ishte Satani që ishte kryengjëll, bënte adhurim në qiell, pas ai që është djalli ose drejtë. Më ndërbesh shkurtimisht se shpesh herë thonë, për shembull, Satani jeton në vend ose në vend, dikush pretendon që thotë jeton në Antarktidë, ka metrinë vet, ha? Jo, kjo pa lidhje. Pse? Çfarë forme, domethënë? Okej, vendi i Satani ishte, ose Luciferi ishte një kryengjëll që drejt kishte nën urdhrin e tij miliona engjëj që adhuronin Perëndin pa ndërprej. Po Bibla na shpjegon se këtë adhurim një ditë e synonte, dëshironte ky Luciferi për veten e vet, shejtani, Satani që quhet. Dhe Perëndia nuk ka lejuar rival në praninë e tij që dikush të merr lavdi. Prandaj edhe ka dy burrë dhe ka ra. A ekziston dikon? Ai nuk ekziston, nuk ka një seli, ai është një bredhës, andaj e këndej. Po njerëzit i kanë dhënë. Ekziston kështu fizikisht për shembull në Jo fizikisht, jo. Unë tregova më herë që gjithë demonat edhe Satana edhe çdo gjë tjetër, botë e tillë që quhet engjëllore ose demonike, janë vetëm shpirtra ose frymra, por nuk kanë trup. Asnjë prej tyre. Kur jemi këtu te shpirtra, a ka mundësi për shembull shkurtimisht edhe një pyetje që merr, a ka mundësi për shembull një njeri me vdekje, domethënë, edhe më rikthy për s'dyti, më rikthy shpirti i tij si demon, jo si njeri? Jo. Të ringjallët po mendon? Po, si demon. Për shembull, shpirti i tij shndrohet në demon, për shembull pas vdekjes. Jo, se demonët nuk kanë aq pushtet, se mund të jenë te nik person, por nuk kanë aq pushtet sa që mi kry këtu punë. Kupton? Nuk e kuptova pyetjen sa. Për shembull, vdes fëmijë ose sadriu, kushtimisht, edhe tash për shembull, për herë dytë kur vjen, kur të bëhet domethënë rimshërimi apo çështë. Ringjallja. Po, më rikthy si demon, jo si njeri. Jo. Kjo është tani punë tjetër, domethënë në ringjallje, përpara kësaj Bibla na shpjegon që po jo ringjallje fizike, ringjallje shpirtërore kanë fjalën. E kuptoj. Po. Përpara kësaj do të ndodhë ajo që quhet gjykimi i tyre, mbledhja e tyre në vend, nuk kanë mundësi tani të përfshihen edhe në ringjalljen e dytë që do ndodh. Pra të kuptojmë edhe një gjë që njerëzit i kanë dhënë pushtet më shumë Satanait edhe demonëve se sa që e kanë me të vërtetë. Një përmes frikës, përmes bamjes mëkat, edhe përmes fshehjes ose pjesëmarrjes së sekrete. Këto janë tri shtigjet kur njerëzit, kush do të qofshin ata, përfshihen në punë, hapin shtek demonëve, po atyre japin pushtet duke menduar se sikur demonët janë kudo, duke menduar se demonët dinë çdo gjë për ty që është e rrejshme, pra vetëm Perëndia dhe çdo gjë, jo demoni, jo Satani. Dhe tjetra është që shumë njerëz janë të mashtruar, sa ta kanë demon e mendojnë që s'kan. Ky është mashtrimi më i madh që ndodh sot. Ai frikëhen po, se po të ndërpres po edhe në pyetje të vogël e kanë. Po, ai frikësohen më shumë kryqit demonët apo pastori, se kemi po në filma, për shembull kur ti dalë demon, ja afër kryqit. Kjo marzia më madhe e shumë të krishterëve që mendojnë që kryqi ka fuqi dhe tutën. Jo. Mu më pëlqen çdo herë kur e shoh një film, kur ata demonët vinë dhe ja kafshojnë atë kryqin për drunit ta hekurit. Sepse kjo budallaki, sepse ai është një mjet, është një mjet. Demonët friksohen vetëm nga djalli, friksohen vetëm nga Krishti, sepse ai erdhi, Bibla thot, për me shkatrue veprat e tina, edhe e ka shfrytzuar nga jetët e krejt atyre që besojnë Krishtin. Ky është realiteti që është përmbys lidhur me Krishtin. Tjerat janë vetëm filma, emocione, njerëzit me shtime paguar, njerëzit me shtimin var, hajde në kish, bën ata, bën këto, këto janë tjerat. Ndoshta edhe hoxhallar bën, siç kanë bërë për ftrit. Mund të lidh të kjo. Këtë që e tha, që ta shpri, do të thonë pastori, nuk dallon asgjë në ato që e thot Kurani. Për shkak se ne në Islam besojmë që Iblisi ose shejtani ka qenë njeriu, ka qenë domethënë ai i cili ka bua dhurë më së shumti, si krye të engjëve. Gjatë krijimit të Ademit, që e ka kryer Zoti,
me gjitha vend ku ka qenë toka, që vëshut pastaj në hadithet profetike, që ka sot edhe njerëz që nuk e besojnë fare haditheve, thonë ai na kuranista, kemi tash një lëvizje të tillë. E gjatë aty në momenteve, atësoj procedure është pa xhelozia, kur Zoti ka kërkuar nga melekët që t'i bëjnë në shtrim sejdë, jo me adhuru Ademi, por më shenë respekti. Në këtë rast, do të thonë, nuk i ka rroj bliset dhe Zoti e ka mallku dhe e ka largu nga, kjo është do të thonë verzioni që na shumë Kur'anin. Po kur jemi te historiku, a mas pari njerëzit apo djajt ose e xhenet në këtë botë, atëherë Zoti kush e lexon Kur'anin, e lexon shumë në surën Al-Baqara, kur Zoti po të thënë gjuhën shqipe i thot angjëve, pra melekëve, që unë do të krijoj një me këmbës në tokë. Melekët i thonë se do të krijosh me këmbës në tokë, kur ata do të derdhin gjak. Atë shtrohet pyetja, çysh e ditën melekët që dikush më herët pas ka derë gjak. Komentatorët e Kuranit, si Ibn Kathiri thotë se më herët kanë jetuar domethënë në gjendje në këtë formë dhe kanë bërë rregullime në tokë. Janë myt, kanë bërë, domethënë sikur sot që kemi, nëse do çfarë do pyllë dikon, e shohim që është shumë i bukur. Në moment kur fillojnë të bëhen disa shtëpi, atë duhet me kompanimin e gati se e zhytin, e ndotin ambientin, pyllin, pemti preshin. Këtu shohim që njeriu bën shumë çrregullime në tokë. Prandaj, aspekti historik Kurani e tregon decidivisht që para njeriu kanë qenë, domethënë e xhenet ose djajt kanë ekzistuar. E dyta, të kjo që të përmend edhe pastorit kur e morën kryqin, edhe të ne muslimanët kemi shumë, po themi thojza besimtar, që mendojnë që me një bajram bëhen të fortë. Në momentin kur dëgjojnë që tash kanë dalë disa rruza dhe ato të ruajnë, prapë kjo temë vjen lidhet ose një potku do ta qenë aty se këtë i ruan baktin, edhe që to bënë që to qytet e shtëpia se shtëpia mbar, nuk ujë zemzem. Ose ujë, domethënë, ti pa ja bëj hizmetin, pa ja bëj shërbimin, pa u lodh, nuk mundesh ti me rujt familjen nëse ti nuk i drejtohesh Zotit. Po e mor me shembull, shkurtimisht para se më kalu të shihë, për shembull, nëse shihë edhe pastori për shembull janë të prekur me magji. Çka ju kënan ti? Çka bën se rukje, kam dëgjuar që të thon rukje, po çka? Kështu mas por ta shpjegoj. Rukje do të thon shërim. Me çka? Vetë fjala raqqa, do të thonë është për mi bë dikunja mi këndu Kur'an, sepse shumë bukur kjo thënia. Zoti shëron, a doktori paguhet. Se pa thonë Zoti nuk bëhet asgjë. Na çka këndojmë, do të thonë në Kur'anin familjar, janë kaptina që këndohen nga sura Al-Baqara, që është kaptina që flet rreth lopës, pastaj është ajetul kursi ose që themi në popullin shqiptar të spidova, ose kulu vallojnë që pranë suratul Ikhlas. Çka kishë këndu sonte për shembull? Po këndoj për shembull me këndu arabisht. Se pastaj më aty ta bojnë që ky arabi ka orë aty më. Shiçani, edhe to disha përmend te vllojun, domethënë shehu që çenurit në gjuhën latin apo në gjuhën arabe apo në gjuhën shqipe brenda xhamis, kishës, sinagogës, teçës nuk na bën më shumë shqiptar, as nuk na bën më pak shqiptar. Janë disa gjëra që ti nuk mund t'i ndryshosh. Për shembull fjala la ilaha illa Allah, domethënë nuk meriton askush për të adhuruar Muhammed përveç Zotit, Muhammedun Rasulullah, Muhamedi është i dërguar, domethënë i tij, i Zotit. Këto e themi në gjuhën arabe, e themi në gjuhën shqipe. Po. Prandaj nuk duhet më ose çka këndu ti hoxh. Po këndoj për shembull ajetul kursin, atë spidoven. Po. Tani më çfarë do? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Këto janë disa vargje sa jetë kuranore që zakonisht ne në për familjet tona kush e ka mësuar të spidoven është kënduar si njeri më fetar dhe më i mbrojtur. Domethënë të spidohen e këndu. Të spidohen, po, tash pjesë domethënë në Kur'an thjesht Allahu la, domethënë Zoti është nuk ka përveshti, po nuk e merr atë gjumi as koti as gjë. Po, kjo është domethënë kuptimi i saj. E kjo bëhet domethënë kur njerëzit vinë. A kalon te mos a vetë se ma mos a vetë çka keni me të bash për bisë. Çka ju këndoni ose çka bëni ju domethënë kur vije për shembull një i prekur te tellë, thotë që i kuptoj sto ai mali. Si vepron ti me atë person, çka bën? Tani
ne kemi një hizmet të shehut me Shyidit Qamil, me Shyidit shpirtëror, i cili është alim edhe shkon në atë vendin aty të Tyrbje. Atë hizmetin që kemi ne, gjithmonë lutit të i madhi Zot të Perëndia, pa masisht se koleva Allahin edhe nasin edhe në hamin e këto zonë që i përdorëm, po e kemi hizmetin hynor të shehut, i cili ai bres pasdrej ka shkue, gojdanet ka shku të evladet, ose të dervishit, ose të mehibit. Tani, janë do gjona sekrete që nuk i thojmë dot. Po për shembull një që ban me thonë, në sekret publik. Për shembull e knojmë 7 herë kuleva Allahit. Por koncentrimi është direkt i lutë me të madhin Zot. Koncentrimi me zemër dhe me shpirt, për vëllain tim, inshallah kur nuk i bjen kjo, inshallah është në shërat e mija e familja. Që e demonstraja, më nështë atë që qka këna? E demonstraj hoxha. Bismillahirrahmanirrahim. Edhe ti koncentrohesh, ti bën koncentrimin, ti lidhesh, ti s'ki ma, ti ki lidhje. Direkt me Zotin. Ti direkt e ki edhe me sekretin shpirtëror që ta ka dhënë Mërshidi. Mërshidi Qamil janë shumë gjana sadri që nuk tregohen. Sepse armja, ku të tregohet armja jote, jo për rrezikun, jo për gjona të fliqura, jo për gjona të frikshme, po gjithmonë të lutë madhin Zot për një person që ka nevoj, që tu ka drejtu shpirtërisht edhe moralisht. Se ti gjithmonë e qënë vetën, vetë ki fëmi, vetë ki nanë, vetë ki babë, vetë ki familje. Edhe ko drejtohet që e familje, nëse vetëm pak ki moral, shpirtëror, edhe ti ki mëshirë ndaj personit i cili tu ka drejtue për mja ban një lutje shpirtërore. Bo gjithmonë të i bon lutjet, të i citue, o i madhe i Zot, ty po të drejtohna, ty po të lutna, që këtë vëlla të shpetojmë nga kjo ankth, nga kjo magji, nga kjo fiksim i rrezikshëm, nga kjo që e ka kapluar. Kjo është. Për atë punë, gjithmonë kam thonë, lutja në Zot. Tjetër po, gjithmonë, unë i kisha lutë edhe hoxhën e nderuar, edhe pastorin vllazët e mi. Gjithmonë ky popull aty dashten m'ia shpjegu në gjuhën tonë bukur, beku në gjuhën e të madhit Zot shqip. Që me kuptu shka për thu? Natyrisht, këto është thelmi. Nuk i di unë pse hoxhallarët e mi, vllazët e mi ata pasën, pse për më lërë me këtë flamar. Për kom pa në tyrë për që koqë si flamare? Po vllazëm, dijoni për dhe njëherë, pse për më lërë me këtë flamar? Me qëfar flamurit? Me atë shqiponi në zesë që në kanë vdek shumë burra. Që vabë, dhe më mlu? Pa e, bjema kose me qëta më lej. Hi që këtonë me qëta më leo. Që t'ja përmi këto, po? Pa me qëta e si bjema kose. E pa tash, po, jenë shumë keq, po të thamë kam vlla, ty edhe këtoni. I kam vlazet. Me këto më leo ato hoxh, me këto do të shkojmë atje ku duhet me shku, ku ka shku shahidi, Baca Deb Mjashari, e shumë trima, ty fillu nga gjerë s'ka se joti. Mos më merë i notë, se pasha zotë në nusë. Ka thonë nuk Yes, është ta janë merë notë. Papja e ka të kejta? Papja e ke këto këtë, papja, jenë shumë këtë. Bravo, Jenë i kolbi. Veç se po quhet qajse. Jas, që Që? Shqibër që është nga ka hije. Kështu nga ka hije, bër hoqë. Ashtu. Hoqë. Edhe këtu ka ajete Kur'anit që i përmendë. Në rregull, po. Edhe këtu do të kemi respekt. Kjo është libri i shenjtë. Kjo është aspektit, domethënë, feja edhe kombi. Po. A kupton? Po. Se nëse e ulmi tjetër. Pas mirë përzim, krypen me shëgjerë, se s'ka sen gjihar. Jo, pasha, krypen me shëgjerë. Dishka, vish një minutë, tonë do t'i bra. I morëm 2 gota, gjoni. Nëse i qesëm qajt pak sheqer ma shumë, pijet 2 qysh. Edhe sups, pak kryp ma shumë pjetish.
Po ko bas më me përzi krypën edhe sheqerin. Ta prish luktin s'ka kur që janë. E vërtet. Hoxhallar të tonë, digjom. E manet se jem shpirt të bajtën. Edhe këti vllaj. Po të më vërosni me këtë flamuar me më vëros. Se kur ka shku shumë djem, edhe me atë kongën oj Shqipni, më stoj, marova. Bravo. A kishëm gudzu sonde me konë që të këtë kishin hi ata. Ja, mos Shka të po shmonë. boni këto. Po, hoqë, shkurtimisht se pastorit i kena me të bërë. Po, sa gërë, jo, kur farë borgjës të kanë hizmës një. Borë moral. Unë veç po kam dëshirë, si shtatë majrë pastorit, që neve na dëgjojnë mira njerëz, mos them qindra, miliona. Duhet t'i dojmë të dy gjëra. Ne kemi domethënë që 25 vite që diskutohet a kumbi, apo feja, a me flamur, me Kurana, më këtë. Pa u prek, ndërumë, na duhet ta dim që nga historia jonë, njerëzit që janë vrarë më së shumti në Kosovë, ose në troje shqiptare, këta që e kanë dashur dhëun, që i rilindas, janë vrarë nga dora shqiptare, të paguar. Unë them që nëse duam kumbin, mos të mbetet me u duk në dukje, se jemi si popull që i vlerësojmë njerëzit nga makina që e vozit, nga kati teshat që e vesh. Vërtet. Po kam dëshirë që nëse dikush e lexon Kur'anin, mos ta kesh përdor e të bëhet i pastër, shpëndohet në Kosovë. Ose tjetri do me thonë Kurani i përthym që është në gjuhën shqipe, ose kuptimi i Kuranit, edhe të flamurej. Shumë njerëz sot thrasin, vërtet kam plot raste, që ju xhallar kështu, ju ande, ju këndej. Po kur jenë momenti me pyet, sa pagun ti tatim me që e dën këtë flamurat shumë, ne nuk duhet mi këtë tatimi, se në thash edhe në emision të tjera, me këtë tatim që paguhet, ti e dëshmon që e do flamurin ose shqiponin 2 krenare. Po kam frikë që nga njerë po kesh përdoret feja, dhe kur po dolëm në këto debate, qoftë në emision të tjera, qoftë të ju, tash aj që po folë ma shumë për flamurin, aj po mërë kritime, dhe më thonë thjesht, na duhet imi sinqert me krijuesin, edhe me popullin tonë. Ja, se banë për kritime pasha unë po të kuptoj. Këtë rasisht, as nuk e ku ditë bile që ka thonë, pas bilione për të kalëzhe, më thonë drejtë. Po, edhe vetëm ta kurve, po. Pasha zotën ju. Jo, As gjithë, as... Pasha paranin ju. Unë po të besoj, Këtë rasisht, pasha zotë ka qëllu se... Pasha paranin ju. Na mund do me thonë se asgjë nuk prish të Zoti, prapë se prapë kërkon në tallë. Që më hoxha po thotë jeni lidhur. Hoxha nuk është kundër me mblu me flamë. Jo, më nuk është. Unë që djeni vjet ishte do me thonë kishte qit një familjar në Facebook, një vjetori që i ka vdek baba për një njeri që ka fol 5 ku namaz dhe i ka pas mbi 500 njerëz të strehuar gjatë luftës së vitit 1999. Fjala është në fshatin Reznik, komuna e Vushtris, për i fat Bellopojen. Edhe mu dha mundësia tha hoshti do t'ja farë xhenazën, namazën e xhenazës, dhe ishte me këtë flamur. Unë nuk thash ishte flamurit as pak. Nëse ai ka bu punën këtë botë, do flasin veprat e tij se ka dosh kombin. Po në atë botë, Zoti nuk të pyet sa krene ka pas Shqiponia, çfarë flamuri ka qenë. Thjesht ne duhet të jemi këtu pse ne duhet të ndajmë. Në këtë botë Zoti na ka dhënë kohën dhe jetën, mos ta humbasim kot e kot. Punojmë për vendin, ta ngrisin vetdijen e popullit shqiptar, ta duan vendin, po nëse i përkasin fesë islame, mos ta përzim tash këto flamurin me këtë ose me Koranin. Fëmijët Cakulli për shembull udhëhiq komitetin e tij, nuk ka nevojë aty me bëu debat kombëtar sepse jemi në kish. Sigurisht që në xhami nuk i përzim të sane, po kemi tendenca që po dojnë na përçojnë. Po, cili është ma kombëtar, e unë them, ti nëse je shqiptar musliman, nuk do me thonë se je ma pak shqiptar, ose ti që je katolik, je ma pak shqiptar se je kryqu. Për kundrazi, nësot kemi musliman plot në Angli, kemi krishter plot në Zvicër, edhe nëse nuk gaboj për shkak kushtetuta e Zvicrës fillon me emrin e Zotit, në gjuhën gjermane, kush e ka lexu, pra ata nuk tuten nga libri shenjt. Po, a dalë me pak të... Edhe këta po thëmë për fund. Ata që janë fetar, pa të dyshim që kanë qenë kombëtar të denjë. E vërtet. A më e rrezikshmja është kur munduhet me ushtir, ai nuk është as kombëtar dhe as fetar, dhe këtë e kanë po në diasporë. Në momentin ku ka përfunduar lufta, gjithë ata njerëz që janë thirrë që dojnë kombin, i kanë mbyll ato klube, as ka qenë i kishës, as i xhamis, edhe mundu me përfitu edhe nga distanca në emër të luftës. Dhe për këtë kemi numër të madh të veteranëve të rreshëm. Askush nuk ka bërë studim sa veterani kemi në diasporë që kurse në luftë, ati marrin
A kalim te pastori? Pastori Jetojnë atje. A do të me festu Halloweenin edhe si kam bet Halloweenin? Dalë pak Halloweeni, po. Halloween, po. Për shikuesit dhe për miq këtu që janë, Halloweeni nuk është një fest në Spari, nuk është një fest, po është një traditë kelte, nuk është as e krishtere, nuk është shumë e vjetër, për domethënë po flasim për shekullin 5-6 para Krishtit. Gojë se ku ka interesant. Po se një pyetje merr tash. Po është, do thotë është ka traditës kelte. Ata kanë besuar që në këtë kohë kur jemi diku nga fundi i nëntorit, fillimi i nëntorit aty diku, ata kanë besuar se shpirtrat e vdekur mundën më kthyen për atë natë edhe me ardhur tek njerëzit e gjallë, me i vizituar. Po. Ky ka qenë një besim i tyre dhe romakët u kanë shkruar kështu, kanë pa këtë traditë. Romakët si pushtues andej. Po pastaj kur ka ardhur krishterimi, kur është zgjeruar në Britaninë e Madhe, në shekullin e 8 e kanë janë munduar që tani me sjell një doktrinë të re në atë datë, në mënyrë që njerëzit të motivohen që mos i zbatojnë më këto praktika. Ka qenë Gregori III, Papa Gregori III, i cili ai ka propozuar që me 31 tetor, me e bë natën e gjithë shenjtërve. Pra fjala Halloween është fjalë angleze, kelte angleze, që do thotë shenjtë. Nata e shenjtërve është Halloween. Ky është kuptimi i Jo nata e dreçit, a? Jo. Nuk lidhet me dreç. Po zej bojna do kungi si dreçën e. Mirë, po tash në do vim pse tash cili është kuptimi këto 200 vjet e fundit, sepse në fillim do thotë fjala si Halloween është fjalë angleze që do të thonë nata dreçi që bëj këshyra se apo? Nata e gjithë shenjtërve, që kjo është Halloween. Tash në shekullin 20, kur irlandez, skocez kanë shkuar në Anglinë, në SBA, ata kanë nisë me marrë këto tradita me vete. Çka kanë besuar keltët, edhe irlandezët e vjetër edhe britanikët, ata kanë menduar që njerëzit, këta shpirta kur vinë, ata do vinë me bokeq. E njerëzit që kanë bërë në përgjigje, kanë dashur me vesh si fantazma, edhe kanë dashur me bë figurat vështira të këqija, edhe në vend të kungullit ata kanë përdorur një lloj peme, edhe kanë vizatuar diçka të shëmtut që me friksue shpirtin e vdekur, kupton? Domethënë kjo është origjinali. Po në Shtetet e Bashkuara të Amerikës tash ka ndodhur është bë përmbysje. Edhe tani mendohet se sikur Halloweeni është e dreçit, është ato kështu, por nuk është e vërtetë. Domethënë janë vesh keq për mitu shpirtat e vdekur. Po. Po duk si ma keq, për shembull, çështë që me tut ato që vjen. Që mos vjen te ne, domethënë kjo ka qenë një lloj preventive ka ndodhur, por tani nuk e ka më atë kuptim. Tani e kanë kuptimin sikur është manifestim i shpirtrave të lig, duke u veshur tani keq. Haram sosh, gjëna sosh me festu? Jo, shko, puna edhe koncepti haram halal nuk do me thonë shumë nga baza islame, po nuk është e dobishme, nuk është e mirë, dhe askujt nuk ja dëshirojmë edhe fëmijëve tonë që veshën, që do të manifestojnë me 31 tetor, që vishin me maska ndryshme në qytet dalin. Po, unë kisha kërkuar për gjithë klerikëve edhe njerëzve tjerë që mos t'i gjykojnë 3 tonë sepse ata bojnë diçka që për një nuk e kanë çat qëllim. Po vetë që kanë kështu për me boni. Ai pranon ti për shembull kish kur vinë për shembull me torë do si drejtë çtu të vesh me moska me. Nuk është që vinë, po edhe nëse vinë unë nuk kisha me i gjykuar në një, sepse unë nuk kam asnjë lloj frike droje për tyne, sepse ata po e marrin një mas veç një mbrëmje. Unë kam frikë, nështë me thonë frikë, për njerëzve që gjatë të në vitit kanë maska. Një maska jenë ftyrë, po kanë një maska në zemra. Dhe që kjo është më rrezikshme sepse këta janë fëmijë tonë edhe nuk shon ai problem. E di që nga një herë ka sidomos nga hoxhallar që i kritikojnë shumë, unë bashkona me ta deri në pikën që në çështjet shpirtërore nuk ka lojë, nuk ka hajgare, edhin. Po nuk po them që është e lezetshme, mund të jetë pak me rrezik, po nuk është edhe aq sa thuhet në vendin tonë. Po.
31 tetor është dita e reformacionit. Po. She, a besoni ju domethënë këtë festa, a feston? Ndigjo, më vjen shumë keq sepse kjo është një thëshëm në për dasma, hala bohen, një fjallë popullore po bohem, i thëshin po bohem ma gjalla, dit me bohem, kjo është një bodallak e fëmive që i bojnë të gjona, ne në te që nuk i nojnë me i ato gjona, sepse... As si kundi? Jo, ludhëm sepse aty ka regull. Është një regullore, edhe në teqë, edhe në gjami, edhe në kishën regullore. Nuk lejon ato gjona, me i me bon hajgara aty. Po për shembull fëmia ju nëse veshen kështu si le, a? Po si le, ai marrë mund veshë ashtu për shkak. Traditën popullore, më fal, traditën popullore, edhe pa qenë Halloweeni, a nuk jenë vesh njerëzia përpara në do krahin, jenë vesh me disa kostume ndryshe, edhe kanë bollë i teatri. Po, e vërtet. Do thotë... Ose karnevale. Po, mëre? Po, kanë bënë për dasma, po jo, me a nuk është puna veç me sulmu Amerikën, po thonë, kanë djega peristuar. Qka për, është haram me festu, po është? Pa haram marbor. Gjithet pyta Shqipëran dhe pastori, kur e shumë të më thonë tendenca e fëmijëve nuk është e muhi që është të fesë. Ata nuk e bëjmë, bile mas pak të ata dim për këtë fushë, për ardhe fetarë. Së dhe viti ri kur festohet, 80% shqiptar nuk e festojnë si festë fetare. Sa është fetare? Vetëm ndrymimi i motëve, kupton, po, kemi shumë ligjërata që harxhohen minutazhe madhe me fol për tema të njëjta për të njëjtat festa. Po. Mjafton një herë, dy herë, edhe përfundon pse në farformë je duke malltretu publikun. Opinionin po. Edhe opinionin. Tash të çështja Halloween thonë pse nuk kum lexu, vetë kum jetu jashtë, e kanë festu, bile në ato vende që janë zhvilluar si jashtë, ti nuk ke të drejtë me thon fëmijës tash nuk guxo me bëj çita, se është tash protokoll në shkollë. Do të më përgatit diçka. Tash ai ka rregulluar me rregullor, ti nuk guxo më u përzi. Ai nuk e bën me tendencë fetare që tash ty me ta kundërshtu. Nuk duhet më ndal. Unë çfarë them që në Islam, do të thon kush do të që vjen në xhami do të më pranu. Po. Tash ka se. Tash kalojna. Veç donën pijamis një. Po. Po shkurtimisht tash ani ti mos na jet. Është e vërtetë që tha edhe shehu që ka rregullore. Po ka njerëz që ju nuk të pyesin, se thotë kjo është shtëpi e Zotit. Në shtëpi atë Zoti është pronar. E vërtetë. E tina. Atë profeti e treguat rastin kur kohën e profetit vjen një, domethën, beduin, në gjuhën shqipe që i thojmë nomad, edhe hyn, nuk ka një rregullat, futen në xhami, ka qenë me zall, rër, edhe ai urinon në xhami. Shokët e profetit dojnë tash me kap me ekzekutu atë për atë. Profeti thotë ndal. Shko me një kofe ujë, sille këtu, hodh aty në rër, le të pastrohet vendi, ulet me këtë nomadin që ka ardhur nga malet, s'din çfarë xhamia, nuk ka qenë udhëzum, thotë vllai dashur, kjo nuk lejohet, kjo është shtëpi e Zotit, tu ne i nështrojmë Zotit, dhe bëjmë sejdë. E thotë o Zot, më shëroje veç profetin, më thotë ja tash e cungove, thotë krejt. Thotë jo krejt, thotë se sikur ti mos thësh se ti këta do të bëhesh kokën. A kupton? Do të thonë, ne do të kuptojmë që jetojmë në një shoqëri që mund mendojnë ndryshe, mund veprojnë ndryshe, mund na provokojnë, por njerëzit që janë të Zotit, po themi që i ftojnë njerëzit në rrugën e drejtë, duhet ta gjejnë një metodë se si mi eduku dhe mi ftu. Unë vetë si fëmijë, them sinqerisht, kam bërë çëm aty kur ka ardhur hoxha X se po vjen hoxha. Vetë fjolla X se po vjen hoxha, është një lloj frike më. Frike më. A kupton? Ose po vjen ai, domethënë, unë mendoj çështja kur rregullohet, nuk ka nevojë as fëmia me pas frikë, as nga prifti, as nga hoxha, as nga shehu. E kemi edhe një temë shumë interesante hoxh, me që jemi këtu, domethënë te pse shpesh herë thonë kështu, domethënë edhe te na edhe kështu rëndam në popull, thonë që nuk bën me mojt tishat të vdekurve në shtëpi. Pse? Sipas teje, sipas fesë Islam. Kjo nuk ka, ndoshta mund të jetë nën temë, kjo është bestytni. Unë ka dek baba, unë kam rroba që veshet babas dhe ndihem shumë mirë. A do të me patjetër më dhon dikujt? A kupton, njerëzit të cilët ju mungon besimin e Zot. Gjithçka që ka të bëjë me person që veç ka kaluar atë botë, është e frikshme. Pse duhet të jetë e frikshme? Ai ka jetuar me ty. Po ka ngrënë, ka pim, ka nejt me ty, të kalon pasuri. Pse ti duhet më frigu? Pse ti mos më vesh orën e tina? Pse mos ti përvëzit makinën, po nëse jap tisha ti jep edhe makinë babës se po tutesh. Jo, janë dësane shumë të ligat e popullve dhe duhet më shpjegu. Prandaj për hatër të kohës, që tregojmë publikut që ato rroba nëse ka vdek baba ose nona, veshin. Po shkënari po them se çfarë se si vesh, apo nuk. Jo, unë kam parë si fëmijë i vogël kur kanë gropu
Edhe i kanë marrë, i kanë shtyqë në taj më Edhe i kanë koll. Ose me koll nuk po, po unë si fëmijë kum djat frigë. Po më shme mojt, mos më hangur. More vllai dashur, çu tash sot Teshët e babës tonë. teshat ti mund për shembull nëse s'ki nevojë me i vesh, nuk ki nevojë me i gjujt. Po. Pra po kthena në perëndim. Ata kanë thënë bukur. Ti shkon i pastron, i palon. Edhe i çon te kryqi kuçi i kanë pru të na në Kosovë, në vendet e tjera. Vetëm na në Kosovë tu i gjuna senet. Atje gjithçka riciklohet. Edhe në beturinat e krejt. Ti nëse bomba ti kalon. Po për shembull me gjujt hiç. Po do ti vesh. Jo me i vesh. Po çevesh me mojta, pa me mbajt, nuk ka asgjë të keqe. Ndoshta një veç me plotsu një gjok ose dakord mirë. Puna e ndërgjegjës së një personi. Nëse një person e ka këtë ndërgjegje jo të mirë, jo në rregull, ai nuk ka nevojë pra as të asgjësoj, as të friksohet, po mirë, le t'i pastroj edhe le t'i jep. Po jo domosdoshmë që ti mbaje nënën tjetër ai ka, nuk e di çka ka në mendje, çka ka në zemër. Po kjo është është një gjë shumë e kotë. Më po është edhe kesh për shembull 10 personi thonë dush me ikë se s'ban o gjuna. Po jeni. Thojnë të na. Ai është besoj se dikush e ka. Thojnë për shembull gratë kështu thonë s'ban, ne ka dikush sa gjuna, haram, do kjo, do ajo. Shko njerëzit mendojnë. Njerëzit nga një herë mendojnë që edhe me përfitue sevape edhe me sene që në shumë palidhje. Ka një herë dhe jo të moralshme. E le mos flasim edhe për rrobat e dikujt. Nështë ti kur ndaj prindit ose kush ka qenë ai vdekur, nështë nuk e ke bën një veprim të mirë, edhe tash po mundohesh me rrobat e tina me i fetishizuar. Nëse babat kalon lira, para, ato i marrë në teshtet pia hupa. Po dhe, këse po më nej deshta me dalë edhe të tema, çfarë forme të vinë ty? Atë kanë për shembull Hajmalia të lloj tillë për shembull pastor që Hajmalia ne kemi plot. Ti uja kine Hajmalia me vete. Po ne kemi plot persona që vinë me Hajmalia dhe çlirojmë nga Hajmalia. Ja ka i marrim i kallim edhe çlirohen njerëzit. Ani sonte kena mi kohë. Ti u xhakinaj? Po kam po nuk i mora me vete se mos e çeçi do. Zbala. Merr se mos e çarçi ti do punon çarçi. Po. Shoqë, Hajmalia se Hajmali, do të thonë, unë nuk e di ka më këtë Hajmali. Ku nuk e di, shep shkum studiu do të thoj. Po vet fakti që thash më herët, kur e merr dikush, edhe sill në këtë formë, ai njeri nuk ka, do të thonë në aspektin shesë nuk është i përgatitur me spjegu pacientit e tij se nga çka vun. Me këtë që e ka lidh këtë formë, edhe që vitën plot, thotë ma dha filani, kallzoi njerëzit. Nëse dikush ka ardhur ka marrë ti si hoxha si prift, ka më tregu. Ai munduhet që po them edhe kushtin se ka. Ky nuk ka shumë i Kuranit. Thash, këtë janë disa shkaravina që i mashton njerëz dhe në Zvicër një se tip kushton 500 franka. 500 franka. E molli e vogla sa? Tash un thash, një till tash, të mollë. Edhe rastet që kanë ardhur te unë si hoxh, si që ajo më e vogël Mali. Po, dëgjoj tash. Jo më ky s'po jap ka kush çfarë hoxhë kë? Do më thon, është kriju bindja që nëse mu u mjap diçka, do më thon ky çën ka hoxh dhe kam mshëru. A është e paganizmit ajo që jo nuk është, kjo është do më thon prej konsiderohet prej shirkit. Shirk do më thon krahas Zotit i beson dikujt tjetër. E unë ta tregoj gjysha ime që besoj që unë dëgjoj këtu edhe dojt kur të jepet komision. Gjysha ime e tregoj vetë rastin. Ka qenë motra Molla Ferhat Gërgurit që ka shërbyer kuën e kom një 50 vite imam. Ka vdekur 2014, Zoti më shoh. Ai tregon për një rast thotë e ka qiu djali me i shkruar tash çfarë dekadence, çfarë shkatrimi, me qiu djalin te hoxha se lupa po çeshkelum. E djali del me traktor pa tabela, e denojnë policia, aty poshtë që ka dedikuar ja policisë, edhe zguxomi ka dhut të shtëpia që e kanë denu. Para luftë ky rast. Thot djalem ende pa mriti u qetësu lupa. U kriju bindja se si shkon, shëruhet. E unë mendoj që kjo është do me thonë, s'di sa për këtëm, do me thonë besimi i ceket, besimi i dobet, lidhja e dobet me Zotin i bën njës me shku të njerëzit. Dhe fatkeqësisht, këta njerëz që po i shumë këtu me kostet e larta, kanë bërë që këta më bu të pasur, të shenjt, në fakt nuk janë atje vetëm se mashtrues dhe përfitues në situata të vështira që gjendet popullin. Si është e mundur dikush midis Kosovës mu bë milioner nga një popull i varfër që fiton rrogë mesatar. Kush janë ata hoxhallar sigurisht? Jo vetëm hoxhallar. Hoxhallar s'ka milioner hoxhallar për tyne, po ka të tjerë që i kanë thonë vetë unë nuk po një ëndër, ka ashtu. Unë nuk e posh asnjë shkencëtar që u bë duke po një ëndër, ju paraqit dikush do të bësh shkencëtar. Duhet me nxjerr karrikën, sa duhet me lexu, për të bërë prifte hoxhë çka. Çfarë dush po? A e ftojmë sonte e kemi edhe një musafer. Na kanë dhënë me pjesëmarrje, është këngëtari unë Miniu Labella Trexha që ka mendon diçka me juve. E ftojmë me dorë të gjithë.
hajde nga. Faleminderit shumë që jelle. Shumë keftu po çaj gjeta kohën që. Faleminderit shumë. Pasi do t'i dëroj edhe ka. Shumë faleminderit. Aleikum selam. Kudush, bas të hoqësh atë. Sa më ngoç çaj më mirë është. Ola. Jo, hajde, ulu. Ja, unë i parë s'du. Hajde. Do të respektoj të. Jo, më ulu këtu. Stani. Ka të parit fundit. Po besoj mikrofonin e ka në rregull, a? Po. Po. La faleminderit shumë që jelle. Knatësia është e imja dhe privilegj sepse unë kam miq që ka shumë vite. Edhe më i privilegjuar kur jam në mesin e shumë dietar, mendoj mësues kështu me radhë. Po. Është me radhë. E çka ti mendon sonte me neve lart se unë ke pason që ke gjetë diçka. Jo, unë kam gjetë në makinën time, në veturën time, një hajmali që motiku nuk e kam pastërguar familjen time. Veçën se u befasova nga shiu që ta më duket, mos gaboj që nuk i beson hajmalit. E gjendve. Po, në besim islam do të me besu, sepse ato e kanë zonë edhe profetit, a.s. Muhammed a.s. Shtu që edhe prandaj i dërguar i Zoti ka dërguar edhe ty surët El Felek dhe El Nas, të cilën shërohen nga këto sure. E kështu me radhë, kështu që çdo musliman. Çka ke gjetë në kërë? Se po të bëm telefonin tonë. Dhe e isha dhënë në hoxhës apo dikujt, që moti ku, dhe kështu që isha pas dëshirë të tregon. Shqyqoni, edhe se unë nuk e kontra me i qelto, për shkak se, dhe ta të shumë mirë audienca e publiku, njeriu për me bo magji, edhe me bo gjëra që ja prishin të kuj familjen, ai duhet të viziton varrezat, merr dhënë nga varret. Ai duhet të qëndron në orë të tëra se ku do të pastrohet xhenazja, për me marrë dhe ujë xhenazës. Ai duhet të lumtojnë dhe shkon të filan banesa dhe t'ja merr tesha dikoj që i ka qitë prej maqinës e në vik, dhe me thonë, jenë gjëra të ndyta dhe të ulta. Kështu që në momenti kur ti e hap, aje ku ndërmon, aje ka erë, aje ka energji negative, edhe thotë dikur unë hoshtë të qela, po ti ku merr vesh ti më vëllai që e qele këtë? Prandaj nëse i gjeni ato, merr shkretën dhe digje dhe përfundon gjithçka. Po mu vjen shumë çudi. Ama njerëz që kemi domethënë mbi 1 milion shqiptarë në diasporë, me u marrë me gjëra, po them sinqerisht, ende, me ju besu këtyre, do të thonë na besojmë sinën që ekziston, ka ndodh dhe të komendohet përsëri, po nuk duhet të bëhemi aq të dobët që na me u marrë me gjëra në shekullin, do të thonë 21. A me koll? Ku që të më kolla jo more. Pse? Bëni shkuzoni diçka vllosën, cigare nuk e pi. Po, anë çe pallu. Edhe e di. Mi ka thënë shikuesi që po. Kamera nëse mund të fokusohet. Na vjen diçka që është e metal, lutem. Mos e Po, nuk jam duke bëu ndaj studim diçka ndaj çeve çton. S'është metal, po çtu ka. Qëllimi është publiku le ta di shumë mirë. Mos të mashtrohen me shkullë. Kam diçka, ozë nderon vetëm pak, nëse labi edhe këtu. Patjetër. Nëse është në citat Bismillahirrahmanirrahim, bjen shumë keq për juve të dyve dhe për pastorin për krejt neve. Nëse është citat Bismillahirrahmanirrahim, atëherë nuk e di a kallet a nuk kallet, vetëm këto deshta. Vetëm këto deshta. Po, që unë me që tash nuk e di çka keni se ju nderuam. Jo, unë e them me domethënë me përgjegjësinë më të madhe. Ku do në botë nëse shkon? Ku do në botë, jo vetëm Kosovë, që kemi xhallah, e njerëz që japin studime islame këtu, po edhe ata që janë musliman, që për shkak kam një koleg, profesor Ishak, jam mësim në Universitetin e Jafës. Po, mos tonë miku, po. Po, unë bukur, apo shpjegojmë. Po shpjegojmë, për sa jemi këtu. Po, daj më marrë gjunaf këtu më të ditë. Po, ashtu? Atëherë, çfarë do të ekziston? Ky Kur'an, nëse është Bismillahirrahmanirrahim, do të jetë në librin e shajt dhe në xhami. Nuk kemi nevojë këkun jam ja ndo copa dhe mja dhon. Qartë. E kupton? Unë prapë ta fillim. Nëse beson Zotin, duhet ta besosh ashtu si është. Jo ti që do me besue. Hajmalia është pjesë prej shërbimit. Edhe nëse ka, më me dëgjues se çfarë ndikimi ka pas te Para se më dëgjoj, kisha po se me kollë, se ky po unë pisho që këto janë të 30 një person i pasa shkruar. Unë këto jam të po. Një person. Mi kollë para se me unë më kollë që unë ta thon bismillah edhe Diegum këtë keqe që dikush ja ka përgatitur dikuj dhe një me plot familje përmend nuk e di a shehu a kush e përmendi në Evropë. Po, ka është e vërtetë që shumë familje bëhen sebeb njerëzit me fisane me ndo, me shkatru familjet, me mbet fëmia jetima. Po du do me thonë thjesht me dje këtë hajmali,
që mos e mendu njerëzit që kjo ty trun nuk trun Hajmalia, nuk mbron Hajmalia, ty të mbron Zoti, krijuesi, fuqi plot, i cili ka kriju gjithësinë dhe gjithçka ka mes tokës dhe qiellit, dhe un po djeg dhe nuk ka mundësi kjo asgjë më dëmtu, a mu asgjë, për shkak se jam duke djeg një diçka që njerëzit ashtu i bëhet e prirur me i besu veç Hajmalis. Prandaj punoni, studioni se doni më bëhet ditur, nëse doni më bëhet pasur, kryeni domethënë fakultete për biznes, për ekonomi, e jo me Hajmali nuk mund me mbri askund. Këto janë vetëm duke i shkatru familjet, duke lënë jetima, sepse faturën më të shtrenjtë janë duke pagu fëmijat që po mbesin jetima. Prandaj duhet të kenë kujdes nga gjithë ata që thirrën, që janë rukjegji, po në fakt janë mashtrues, edhe janë çka duke i mashtru edhe gratë, edhe burrat, edhe duke ordejtë ndamja. Po la? Po. Kjo themi të lobi që ai ka. Jo, pasuri pat një pyetje shumë me vend që tha sa ka ndikuar. Unë nuk jam teolog i besimit islam, unë jam një psikolog i diplomuar, bachelor dhe master në psikologi. Po mos më kallëzo çu ka ndiku. Organizative dhe sociale. Ashtu kam kryer shkollat ulët të mesme muzikës. Tani jam përfundim në bachelor. Po si ka ndiku la? Patjetër. Në bachelor në muzikologjinë. A mos si ka ndiku kjo po? Unë nuk mundet më ndiku te unë sepse unë nuk kam nevojë ndërmjetësues me pas të Zotit, sepse unë kam vetveti, domethënë me rrugjet e mia me namaz që bëj 5 herë në ditë, edhe do thotë unë jam i lidhur gjithmonë në makinën time, veturën time. Edhe kur flen familja ime, edhe kur zgjohemi, ne gjithmonë jemi me abdes, edhe gjithmonë jemi lidhur me Zotin. E kështu që unë këto nuk mësojnë mua sepse më kanë zënë herë, prandaj gjithmonë vjen sebepi diçka që ti të udhëzohesh në një rrugë, sepse unë kam edhe shok dhe shumë jara në besimit katolik, protestant. Kam pas edhe një bashkëpunëtor që ka punu me një fabrikë time, një pastor i protestant, shumë gjëra kam mësuar edhe prej tij, kështu që unë kam shkuar edhe për shenjë respektit që kam shqiptarët besimit, domethënë shqiptarët e tanë gjakut i jon, besimit katolik kam shkuar edhe kishlaqit me respektu, me nderu, po unë jam besimit islam, kështu që familjes time nuk i zën më së hire sepse ne jemi gjithmonë me avdes, e gjithmonë jemi me namaz. Ja ka mundësia se hiret hoxha të zonë se hiret me avdes? Po kur je me avdes nuk besoj. Kështu që avdesi është një mbrojtje. Një mbrojtje, po është e pamundur nëse dikush mundohet do ta lumë momentin e duhur për me të bëu si gjë. Sa i mund me qit në ushqim, mund me qit në pije. Po më prap thash, njerëzit të cilëve ju mungon besimi, ata i thon vetë musliman. Po një diçka e vogël e sheh që ka deviju, edhe mundohet me hoxha nuk ndihmon. Hoxha mundet me qenë një urë lidhse me të afru dhejtë e krijuesi, nëse ti zbaton mësime që ti sugjeron imami ose hoxha. E vërtet. Po një perspektivë me ndryshe pak me pa. Po. Do të më konfrontu. Jo. Edhe nëse konfrontohemi, nëse është për të vërtetën është në rregull. Po se jeni to argjukovë, po. Bota shpirtërore dallon prej botës fizike. Njerëzit normal që kanë nevojë me pas një manifestim atë që hoxh Fehimi e tregoi më herët, që kanë diçka me pas, që me zhvendos nga çështja shpirtërore në diçka konkrete. Mirë, një hajmali të tillë, çfarë të qoftë atje, për ime ose fals, mundet kushdo mundet me kall, kushdo mundet. Pyetja është, a mundet ne me djeg autoritetin edhe frymën që është pas kësaj. Për kuptimin tonë, për kuptimin si të krishterë dhe çfarë thotë edhe Bibla, nuk ka rëndësi desh bë kryq, desh merr avdes, desh shkatur zhba, nuk për bindjen, për flas si një krishter si teolog, këto gjëra nuk janë preventiv në asnjë lloj gjëje. Mirë është besimtarë që kanë besimin e ulët, me i këshillu kështu, mirë është, ndikon. Pa është ajo që e shëron dhe rregullon punën, jo, nuk është. Prandaj mundet me ndodhë që edhe ne bijem nga mos funksionalizimi i kësaj gjëje, njerëzit nuk rritën besim edhe na mu i meros sikurse ata që bojnë vetë magjia sepse nuk po prodhon punë. Çfarë është ku është autoriteti sipas Biblës? Perëndia duke ditë që ne jemi në lloj robrie nga bota e errët, ka dërguar Krishtin birin e vet për më ardhmë me shkatrua veprën e djallit edhe atë vetë me çfrontësue nga jetët tona. Pra çfrontësimi është me heq autoritetin e djallit, demonëve nga jetët e njerëzve. E kjo betejë është fituar vetëm në Krishtin. Kështu është besimi krishtian,
cilin shumica e të krishterëve në botë asë që e respektojnë, po s'ka rëndësi se kështu ndodh edhe me besime tjera. Pra kjo është ajo që ka bën të dallueshëm, dhe asnjë lloj gjëje tjetër jo. Unë është atosh, Po, se jemi në minutat fundit, ka një mesazh për fund secili edhe. Mesazhi, unë për me tregu për publikun, në momentin e se njeriu i lidhet me krijuesin e tij, me Zotin, tash po flas për muslimanin, dhe ka filluar me shku te dikush me kërku ndihmë, ai domethënë tash këtë rast e ka harru krijuesin, ju ka mbështet krijesës. Dhe ka kryer bindje që ai malia do ta mbron. Nga plot raste që kum pas xhamat, që kur kanë qenë për shembull të burdushi, thotë unë nuk më jep murit se a din shkatruhet vesh vi, hiç e lirisht, se sans dimona jas prak. Domethënë ai ka arrit me çato gjërat e tij që i ka bë, me bind një pacient që ka qenë edhe xhamati i xhamis, po ja që në fillim s'ka dosh me ndo problemin me imam me hoxhën. Më mirë me thon viktim. Ose viktim, shumë e vërtet, viktim. Në këtë rast, çka duhet me thonë ti? Ne në Islam mendojmë, jo mendojmë, po e kemi bindjen që nëse ti shkon te një sihirbaz, domethënë 4 nuk pranohet më namazit. Nuk pranohet fare, sepse ka harru krijuesin. Për çdo të mirë dhe të keq duhet më ndërtu Allahut, për të mirat me falëndëru, për të këqijat me marr mësim. E dyta, ata njerëz që bujnë shirk, domethënë shirk themi kroha Zotit me i shoqëruar diçka tjetër, rival. Mi boshok, domethënë është shkatru krejt ato që e ke ndërtuar deri me tani. Unë çfarë po them? Nëse don ti më tes biznesi mirë, unë mund të bëj një lutje për ty. Po ti duhet ti trajtosh mirë punëtorët dhe mos i harxho parët mas falerkav, e mas kafkafet, e mas kockës. Po, kjo sa. A kupton? E hoxha nuk mund ndihmon as prifti. Nëse ti do më bëj shkolluar dhe me qenë pedagog, duhet ti kushtosh 20 vite studim. Se kështu do të ketë bota do të kishe ecë një serbas do të kishe përvaru. Po dhe si s'kish studiu kurkosh një ajmali për Lutë. Për fakultet edhe kry. She? Çka për fund? Unë kisha thonë për fund kështu. Ti jesh një dietar, mas pari duhet me qenë njeri se ka shumë që janë të shkolluar, po janë shumë kriminal. Krimin e Kosovë janë rukaqit 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 dhe 5.000 euro. Rukje gjit. Po, rukaqit. Hoxhallar me nam. Jo vesh ti dojnë. Momentet. Më mirë rukje gjit. Moment, vetëm hoxha fendi. Jo, se mi thot tash këtë xhallar, kemi thënë gjithë. Ti ndojnë. Hoxhallar, moment hoxhallar me nam. Rukaqit. Më bo mos më ardh tuna apet e shesh ka të bëjnë. Ta është frika tjetër. Më bo mos më ardh ti ke ardh unë ne ke ndërprek i shku te ky. Ças pa vjet unë haj se kimë bashkë akoma të bëjnë. Po kam mirë me shku te çaj hoxhën më thonë ju, më mos më morë në çdo emision. Jo, më se kam problem. Po si e tha Labi, mos e kret haj Malia ki bekën tëm se ty bet më kanë ndihesh për atë mund. Apo kupton? Se vetëm madhit Zot i lutem edhe e din ti kur thuhet ilahia Hërmet jashe dërman ja pirë. Qaty është sekreti. Hërmet jashe dërman ja pirë. Nuk lutet që se kush më zajmër më shpirt. Se këshin pasë ukit me te, pëthaja kish me edhe për me hongër atje. Që është problemi. Këtu është problemi, këtu është sekreti. A ki po që shumë kush sun shkon në front aty. Si më ka thonë Nasem Haradinaj. Kër e kom qitë ta zollën këto, ta 3 sahata i kimi prit kriminelt. 3 orë, pari i vrit, vitë kështon t'ja bon, për mi vrahe. Hizmetit së në bon që se kush. Nuk qilet perdja pa hizmet. Hërmet jashe dërman ja per. Hizmetin për të madhin Zot. Hajmalin për djekë o lab. Qysh mi djekë rogazit që i prishën poplin të i marë pare. Ka më banë. Jo, për fond, një fjallë jushë, se cili njeri duhet vetë gjej burimin e pastër nga dopi. Ajo është për gjezës. Jo hoxha, jo prifi, jo ajo, jo. A qka të shumë me thonë dhe në gjezë? Njeri është për gjezës, ta shqyrtoj vetën, le tjetë kërkus. A është këj burimi i mirë dhe i pastër për jetën time? A duhem ju hy unë rrugëve tjera, me të shpejta, më shefta, gjënat që jenë të pa sigurta e kështu. Për njeri ju vetë është kërkus edhe përgjez edhe në fund atë korë frytet veta. Ja, qka me bërë këgji e po dhe qi? Unë nuk e di, për Zotin nuk e di këto gjara, por unë vi për një familjes do të thotë që fetare pa tjetër, po vinë edhe prej familjes shejt. Por unë
Do të thotë që i besoj, po i respektoj. Sepse edhe... Që si beson shehu ta? Më fal. Unë besoj vetëm Allah. Po dhe? Vetëm Zot. Askuj tjetër. Do të thotë Edhe shehi po do t'i besoj edhe Allah. profeti alayhis salam, profeti alayhis salam kur ka një qabe, kur idhujt i ka rëzu, të tjerët e ka nisë mishajt, ka thënë mos i shani sepse i ofendon baballartë këta që kanë pranu islamin. Dhe Zotë e Është kanë saktë kjo? pranë, që nëse Është ti saktë shon kjo? ata do t'ja shohin Zotin juaj. E tani, Që nuk te është keqja ku moralin e familja ime muslimanit, ka pas fshatë të dorën, tjerë. dhe ka dorën, ata bëjnë 5 vaktet namaz, nuk pinë alkool, janë agjerojnë, i bëjnë sejze vetëm Allahut, askuj tjetër, nuk e prejnë, nuk e prejnë gjajtë Muharremit, falë, e hajnë mishin, po nuk e prejnë, ka dale, libri është, Allahu na ka dhënë sytë, vesh, dëgjim, edhe fjala e parë cila është Lexo. Lexo dhe betëso si unë dhe ata të tjerë. Unë nuk kam të drejtë në Shehi për dhua? Jo, Kam jo shehu. kam drejt replik të Po, jap. po, shehu. Valla Qore, për shka fe shehi nderuar deri mas nesër po. Mirë, ndigjom. Sa flok kam unë, sa flok çash di për fe. Ndigjom. Kështu që deri mas nesër. Sadri, e tham me bindjen më të plot. E tham me zemër dhe me shpirt. Kur kanë bon be burrët pa shashe Selimanin, që kanë bon be burrët se kanë marrë kaje tjetër besimi. Burrët e kanë falë gjakin. Edhe njëherë po tham, ne në hasë kemi, po dhe në podrime, po kanë marrë kaje. Në hasë kemi ne një thoni shumë të mirë, sepse punojmë më bukë. A jeton do të pa bukë? Thojmë pasha Zotin, pasha bukën edhe pasha babalartë. Dëmonë aty asë një milimetër nuk shkaj për mas. Kjo është betimi, sepse ne bojmë betimin. Sheh Muhajdini arusha zollë se një koftë, edhe Sheh Selimanit, edhe Sheh Jusufit që ka qenë udhëzuesi dervish Salid me Bete Gjiu të Hasit, që para 3 dite libri Besim Mohatri Profja që e përshëndesëm nga studia, udhëzuesit, udhërefysit të shpirtit hyjnor, alimet, vekilet të çështjes hyjnore, kjo është një rrugë tjetër që nuk mundet gjë se kush i këto me kuptue. Ama, unë fakt. Unë edhe njëherë po tham, unë kur bëj be, O që kërkojnë tjesë, më ka kur bëj be, pasha babalart ata, po kur themi të Tyrbia Sheh Selimon që kam shumë respekt, edhe për Sheh Muhajdinin, një burr shumë i madh i kombit, që ka vujt për udhbës edhe udhbashve, edhe luftës për jarmin alet paqin, jarbi e kur mos u kthefshin, jarbi vofshin djallë të madh, kur kanë shku, kanë kry qafën, e kur s'kanë mu kthye, kam shumë respekt për atë. Pavarësisht të kush ka mendon tek me danë, por unë i kum njoft të dy. Edhe Sheh Muhajdinin edhe Sheh Nezatin edhe shumë burra tjerë që kanë qenë burra të kombit. Po a din bashka kanë hekë i udhbës. Edhe në luftën e mëram që kanë dëshmuar. S'ka dalë për teqet shehi, s'ka dalë për tyrbës Sheh Selimanit, se kanë bon betimin. Njëherë burri, njëherë bon betimin. E vërtet. Se jemi minutat e fundit. Ama vetëm një replik shumë, pastaj shkurt minuti. Edhe respekt për ato vende, edhe s'ka kush që më lunë për të madhin Zot, edhe ato vende ku kom bon betimin. Ne mund të flasim deri nesër me mëngjes. Jo, më veç të fshat domosht. Edhe kjo tash një pjesë që po kalon se ku në lloj me qenë të paprekshëm. Jo, nuk është të jo, tash ne dëgjoj vetëm kur ta kryjnë. Nuk është kjo vërtet që tham janë të paprekshëm. Janë udhërefys të dashur të madhit Zot. Nuk lejohet mi thoni një udhërefys. Jo. Nuk mundemi, as krishteriz, edhe vekel, edhe këtu ke shpirt tutën për dërë shqip, a di çka do të thonë i shpirt vekil i çështjes hyjnore. A më pse tu shqip, ta dëgjoj publik çfarë. Unë e dervish udhërefys i shpirtit hyjnor të Perëndis. Shkurt edhe shqip. Do me thonë, ju e pasni besim që përmes një njerëz që kanë vdek, mua fut te Zoti, apo? Jo, bre lutem, pse po mendni këtë çështje manieri, po shkoni aty. Po tash çfarë të nglloj kjo? Jo, nuk është, Hoxha Efendi. Bukur. Nëse edhe një herë thash. O merr një kall një çdo e mali s'është problem unë për atë punë. Edhe një herë po të tham,
çka mi bom mjek rrezive dhe rukagjive ata që bi morën parë. Vetëm pak mos ta devijojmë debat, vetëm ta devijojmë debat. Mesazhi jam është kë, i nderuam. Gjatë luftës ne dim që ka pas prej me gjithë respektin që Babeshe nuk e ka plumbi. Këtë nuk e ka plumbi. Sa është e vërtetë që ka? Nuk është e vërtetë. Nuk kemi Sa është e vërtetë? Jo përbes. E tash, unë po du më thonë që njeriu këto nuk e pranoj. Sa është e vërtetë? Ka ndalë të muhabete, Jo, edhe njerëzit kanë shku pas. Kjo është gojë dhone, kjo është gojë dhone, kjo është një propagandë shumë, nuk është e vërtetë kjo. Më lutem tash mos Shemo Edini Arahmet pas isha lajmolli Zotë ka qenë në xhenet, edhe pa dyshim pse i ka pështu shumë familje, shumë fëmijë. Vetëm pak, unë nuk e përmenda me emër, vetëm po them, nuk guxojmë na edhe na si lider, mu tregu para mosës që jemi te paprekshëm, pa gabime, nuk na ka plumbi, nuk e kom thonë këto. Ti nuk e tha? Jo. Thash ka zëra. Që në Kosovë është një besim që nëse me bëmë fol diçka kundërshë, për shembull, që në rast në Prizren. Jo. Nuk e di sa kohë në Prizren. Kërkën ndjes, më falni që e pesgjatë e pak. Por njeri, si ka fillu me fol diçka për shembull, nuk ju mos ka posa diçka ndodh. E nga ngrit kjo bindje se nëse fol ti për shijon, diçka ka kundërshtuar. Këto janë goja dhone, këto janë propaganda. Ka ndodhur drejt për së drejti në qytetin e San Galenit. Njeri ka vdek, mos ka bë me fol për shijon se çka trot këtë familja. Pra unë veç po du me thonë, njeri që është edhe pastor më herët, se cili është përgjegjës, ne ta gjenë dhe me thonë burimin, le studion për atë, e jo dhe me thonë me kriju, sepse na në islam e kemi ndalu me thonë pasha Allah dhe pasha babën. Ndaluhet. Për shamë nëse më ka ndihmu Musa Dria, se pas të thëmë falëndrimi që Zotit, pastaj dhe pastorit. Nëse nuk themi pastaj, i kemi bo dytë rival. Kështu që besimi na i shpjegon se kemi studiu në për shkolla, ka 10 vjetë, 15 vjetë kemi këtë provime, popullit t'i tregojmë se duhet me qenë besimin dhe rrumë. Digjo, në regull. Do t'ja përplik. Mu më bërë në shku se kam edhe në shkollë. Në ratet do të mbyll, ja do të me mbyll në ratet. Vetëm 2 minuta. Po ja, e mbyll, dhe më thonë është e fundit. Ato janë gojë dhonat e popullit, ajo një propagandë, se shumë propaganda e në bon ndaj sheljerve, dhe ndaj dervishve, edhe ndaj tyrve. Propaganda, thuje se edhe moralisht, edhe shpirtrisht. Nëse del një she, ose një dervish që ka thonen, nuk ku merë plumi, kjo unë të përgjishna. As i she, as i dervish nuk e ka thonë që mu nuk ku merë plumi. Pas emisionit të tregoj. Ne jemi t'i folë, unë e flas pesi. Unë kam shumë. Shënderuar. Baba Sheshe Medini, i Ravesit, ka qenë, më thënë, 9 vite në burg, në çështje kombëtare. Po. I lutem, nuk jeni ju për të flitni për ata. Ka njerëz të ngritur që ka historikun shumë të gjerë. Më falja, ke mos i dëryra unë? Jo, nuk folë ti, unë ndigjo shumë hasion, ka respekt për ti. Dërruas, mundesh me folë se unë gjaku i tyre jam. Jam së të ribi Bataçanit ku vjen Shë Selemani. Se ti tek kinet me 2 veta, Shë Selemani ka tek para, ka ndru jetë para 500 vite. Ju lutem. A kupton? Më falë, unë jam artist. I këshilloj gjithë artistët, nëse dojnë me u punën, ne të flasim për politikë edhe për fe. Unë nuk jam këtu për me folë për fe. Unë ardha si një dashamir me të regu, po mu nuk më zënë sëjire. Di pse? Pse unë jam i lidhur vetëm me Allahun, me krijuesin tim. Unë dhe familja ime. Lutem thuaj shqip që mos tani mos si me Zotit. Zoti da me gjithë respekt nga për ju tha që edhe Muhammed Mustafa ne ka zonë. Falë, por me ditë, çka është fjala sheh? I nderuar sheh, do thotë, unë shiqi që janë Ravec, a di pse? Nuk ka kush që të pajton një gjak e ta kryen një punë sa sheler. Ama sheler në Ravec bëjnë namaz. Më falë, nuk thonë që si ti, nuk bëjnë vetëm sheler në Ravec po bëjnë këtë namaz? Më falë, bëjnë namaz. Sa drejt, ne jemi jashtë temës, jemi qita ashtë edhe kemi shku mbje keq, po vërtet. Jemi në mesazh se cili edhe po. Lab, me gjithë respektin që kam për ty. Ju dëgjoj, unë nuk i pranoj ato gjona, ato propaganda nuk i pranoj. Son fjalë që unë kam drejt. Se unë e kum njoftë Shemojidinin, kam drejt unë më folë për Shemojidin, se tek Emramja është shehid, edhe është odhrefys, edhe ka qenë njeri që ka vujtë në burgin, për çështjen kombëtare edhe për kretë neve.
Kam unë drejt më Mirë, fort për a shembull. mujmë me pas një mesazh për bashkët që vujtjet që Burri, janë në po, tash popull, më jap thonë, me pas kanë Vujtjet, mesazhin po. e zgjat një gjysore, domethënë kështu. vujtjet që janë në popull, Po. çoft që po përfitojnë njerëzia. Ky është mesazhi i për bashkët që të vinë njerëzit të çlirimi, edhe barë që ka njerëzit që vërtet i përjetojnë shpirtet e tyre, sidomos. Po. Puna e mallkimit, puna që dikush e përjeton magjin. Kjo nuk është çështje hajgare. Njerëzit vujnë, shkrinë pasuni për mos t'i ruaj. E kjo çështje është e thjeshtë. Le të bëhen kërkues, le të trokasin durën derën e duhur. Kjo është thonë çka më i më thonë për ta. Shumë shkurt. Unë nuk kam kompetenca të flas sepse do dali shumë keq të bëhet të vendasë mi në ravet për shëlem. Unë vetëm i falë i lutëm Zotit, i respektoj të gjithat besimet që janë, i besoj gjithat aty ku lutën Zoti dhe unë do të të respektoj, edhe nuk jam këtu i ftuar për me besoj. E vërtet. Po, gjitha komunitetet fetare. Shkurtimisht, shumë shkurt. Shkurtimisht, ato që mësojmë nga librat e shenjtë ta reflektojmë dhe ta zbatojmë në jetë. Me Faleminderit. vepra jo me fjalë. Shkurt. Ju kisha lutë popullit tim që mos t'i besojnë rukagjit, mos t'i besojnë sehribazët, t'i besojnë ata njerëz që janë alim edhe që i besojnë të madhit Zot edhe që i bojnë lutje të i madhit Zot për ata që kanë nevojë. Faleminderit shumë Labinat Rexha, pastor faleminderit shumë. Kuç faleminderit shumë, edhe shepëndri faleminderit shumë. Për fond nga një foto e bëjmë bashkë, ne sa keni kohë dhe faleminderit ju themi shikuesve kaq të personave që jeni javë.